Muzet e qytetit janë shkëputur nga realiteti i disa viteve më parë ku ka patur vizitor të shumtë vetëm për gjatë sezonit veror. Skënder Spahiu, drejtuesi i Muzeut Historik të Vlorës dhe atij etnografik në qytet, tregon se edhe për gjatë vjeshtës numri i vizitorëve mbetet mjaft i lartë. Sipas Spahiut, pritshmëritë janë që edhe në vazhdimsi numri i tyre të jetë në rritje të konsiderueshme në krahasim me një vit më parë, edhe për shkak të ndryshimeve që ka pësuar turizmi në qytet. Spahiu konfirmon se ka një përpjekje të vazhdueshme për t'u përgjigjur kërkesës së vizitorëve. Edhe muaj shtator ka nisur me një numër të lartë vizitorësh, madje para 3 ditësh ishte edhe një kroçere ankoruar në gjirin e Vlorës. Pjesë e atyre personave që ishin në këtë kroçerë u bën pjesë e vizitave në Muzeun Historik dhe Arkeologjik të Vlorës. Gjithashtu pritshmëritë janë më të mëdha sepse shohim që edhe kushtet natyrore, por dhe mënyra e menaxhimit të turizmit në Shqipëri ka një rritje cilësore, pavarësisht problemeve që dalin gjatë rrugës për sinjalistikën në shtigje apo për elemente të tjera të vendbanimeve tona dhe të tjera elemente që ne përgjithsisht përpiqemi t'i korrigjojmë, sepse na dalin her pas here këto detyra dhe detyrimisht ne duhet i përshtatemi edhe kërkesave të vizitorëve dhe mënyrës se si ne e prezantojmë veten tonë apo se si ne e prezantojmë hershmërinë dhe ato elemente që ne ruajmë në territorin e Vlorës, por dhe më gjerë. Drejtuesi i muzeve në Varësitë të Bashkisë së Vlorës, Skënder Spahiu, tregon se numrin më të lartë të vizitorëve për gjatë vjeshtës e mbajnë ende të huajt. Sipas tij, vazhdon realiteti që vendasit të jenë në numër të ulët në vizitat në muze, më pak të interesuar për historinë, edhe për shkak se i kanë vizituar muzet e qytetit më herët. Në përgjithësi, vizitat janë kryesisht nga të huajt, sepse gjatë muajit korrik dhe gusht, ardhja e emigrantëve, ardhja e bashkëkombësve ka qenë një element i rëndësishëm i vizitave të tyre në muzeet e qytetit të Vlorës, jo se u mungon dëshira njerëzve për të vizituar këto muze, por një pjesë e madhe e tyre ka qenë pjesë e vizitave të muzeumeve, kurse të huajt të cilët vazhdojnë të vinë në Vlorë dhe pjesë e rëndësishme është Guida e Vlorës, kryesisht Butrind, Vlora, Poloni dhe muzet e Vlorës janë pjesë e këtij sistemi, këtij rrjeti arkeologjik të muzeologjisë shqiptare dhe janë pjesë e vizitave të kësaj guide ose guidave të tjera që ne jemi pjesë dhe kemi marrëveshje për të respektuar ato elemente që ne ruajmë edhe në fondin e muzeut dhe të ekspozuar në muzet e Vlorës. Muzet e qytetit të Vlorës janë bërë pjesë e pandashme e vizitave të të rinjve turistë që vizitojnë qytetin jo vetëm në sezonin veror. Ata janë futur si pjesë e rëndësishme e guidave turistike gjithvjetore, duke bërë që vetë këto institucione me rëndësi historike të kenë më tepër vizitor çdo muaj në rritje nga viti në vit.